Do doja nga ana juaj një pikpamje strikt shkencore që ju si pedagog i shkencave politike mund ta interpretoni këtë protestën që ka shpërthyer në Tiranë, e cila sa vjen edhe masivizohet, sa vjen edhe bëhet më imponuese në raport me kërkesën kryesore që ajo ka në fakt. Po, jemi në kuadrin e një tashmë një lëvizje shoqërore, e cila është thyer në lëvizje? Me kaq intensitet dhe me kaq gjërësi sa ka marrë, është një lëvizje shumë horizontale. Kam përshtypjen që mund të flasim për një lëvizje shoqërore e cila ka ato dinamikat e saj në kuptimin e ngjizjes, arritjes pikës kulminante, tendencave për të burokratizuar dhe pastaj për të shuar. Ka ato edhe në cikli normal i lëvizjeve shoqërore. Brenda për brenda është një lëvizje e cila në fakt ka shumë kërkesa brenda, e cila do të thotë që edhe vetë kompozimi ose njerëzit që janë bashkangjit protestës vinë nga grupime shumë të ndryshme, me ndjeshmëri të ndryshme edhe kontradiktore me njëra tjetrën. Problemi më i madh që shoh është janë eskalimi pretendimeve. Dhe ky eskalimi pretendimeve pastaj mund të çojë edhe në një zbehje ose të rritjes kontradiktave të brendshme. Në fakt do të kishte qenë shumë më mirë në rast se do t'i përmbaheshe protesta të paktën dy kërkesave të para, ndalimin e lejimit të ndërtimit në një zonë të mbrojtur dhe abrogimit të ligjit mbi investitorë strategjik. Këtë do të kishte qenë pjesa më e rëndësishme. Dhe Rama e pranoi që nuk është më kjo, tani po jemi te kërkesat tjera. Po ta shohësh janë kërkesa të cilat reflektojnë një lloj dualiteti mes një shoqërie e cila shpesh është portretizuar, të paktën edhe unë kam bërë këtë, jo vetëm unë, por shumë njerëz tjerë, si inerte, pa formë, pa substancë e pa lëvizshme. Pra një shoqëri që nuk ka kapacitet reagimi. Po, është diskutuar gjithësisht nëpër studio ky lloj fenomeni. Njerëzit janë po ato. Dinamikat sociale ndofta kanë ndryshuar. Por çfarë vërej është që ato që mund të kenë qenë sjellje private të një pjesë të njerëzve, pra mënyra për t'i kalu problemet jo në forma zyrtare, po në forma informale. Është një fluks po thua. Jo, po them që gjithë ato karakteristika që i atribuojmë shoqërisë shqiptare, në një moment kjo shoqëri paska gjetë forcën dhe moralin për të reaguar. Dakor. Dhe natyrisht që reaksionet e një populli, le të themi, o komuniteti, nuk janë të zakonshme, janë të jashtëzakonshme dhe nuk janë, se thosh, nuk përsëriten në kohë. Është e jashtëzakonshme, po thua? Padyshim që është e jashtëzakonshme në kuptimin e ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri një protestë? As bile, mund të them që kjo është edhe pak më e madhe se sa viti 92, është e ngjashme ndoshta me protestat e mbas vitit 91, them është shumë e ngjashme me valën e ciklin e protestave që kapi Shqipërinë nga shkurti vitit 90 në shkurt vitit 91 deri në po t'i fusim brenda dhe ato të prillit vitit 90. Shkurti vëllë momenti kur statuja Enver Hoxhës edhe pati dhe një valë të qëndësishme protest, por në dallim dhe nga ajo kohë, sepse ne atë kohë e mbajmë si periudhën më t'iluminuar të këtyre 60 vjetëve, 70 vjetëve të fundit. Në dallim nga ajo kohë gjen një farë gjen një lloj shtrirje edhe në skaje të tjera të Shqipërisë, të cilat edhe në vitin 91-92 kanë qenë jashtë fenomenit të ndryshimeve shoqërore. Flas për qytete relativisht vogla,
periferike, qoftë edhe gjë që vjen edhe për shkak të përhapjes dhe mundësive të kanaleve që ofrojnë rrjetet sociale, mediat alternative kështu me radhë, por është shumë domethënëse qoftë edhe një individ i cili merr mikrofonin ose proteston i vetëm në një shesh në Librazh apo në Porrenjas. Klejt, thirrjet janë revolucion dhe doja shumë, duke qenë se ju jeni njohës i mirë i shkencave politike, ka të paktën me që kam dëgjuar komentatorët huaj në fakt, tentojnë ta lidhin pak me ato që njihen ndryshe si color revolutions me revolucionin me ngjyra. Është tipike sa është se tush identifikimi është i saktë në kuptimin e asaj që nuk po kërkohet të përmbyset regjimi, por po kërkohet të përmbyset apo të zëvendësohet klasa politike në vend. Dhe natyrisht që ky lloj këto të paktën ato që u quajtën aso kohë revolucionet me ngjyra, color revolution, që kanë qenë në erdhën si pasojë një maturimi të një periudhe në të cilën u eksperimentua ndryshimi dhe kalimi nga regjimet natyrës post-totalitare ose post-totalitare regjime të hapura ose demokratike, gjysmë demokratike, të cilat çaluan rrugës, ose atë periudhën e tranzicionit nga regjimet post-totalitare drejt demokracisë e transformuan në një lloj autoritarizmi, pra u bën disa ndryshime apo reforma në kuadrin shoqëror, u hap shoqëria, u leju prona private, por në kuadrin e lirive politike ato sapo u hapën, ai burim u tkur dhe u uzurpua. Ne jemi në këtë lloj kuadri ku si tush po bëhet një lloj bilanci i 35 vjetëve i 35 vjeçar. Është vërtet, një lloj bilanci politik i cili ka vënë përpara gjyqit të sheshit klasën dhe sistemin e partive. Unë s'dua të flas për klasën politike, por sistemin e partive në vend që është ekuivalenti klasës politike. Sistemin e partive e them sepse vetë protesta dhe ekuivalenca e njërës prej motove Ramanburg, Berisha-Burg, ku besoj që edhe ata që e thonë se tush pjesën e Berisha-Burg e besojnë më pak se sa që besojnë Ramanburg, por ekuivalenca ka të bëjë pikërisht me idenë e vënies përballë një gjykimi kolektiv të gjithë klasës politike dhe të gjithë sistemit. Fakti që përdoren simbolet kombëtare, flamuri, simbolet kombëtare në përgjithësi, nuk flas vetëm për flamurin. Fakti që ka referenca kombëtariste e tjerë, tregon që në fakt si tush klasa politike po vihet përballë një gjyqi sovran, popullor, sikurse u vu edhe në vitin 91-92. Por sot, edhe pse natyrisht rreziku që kjo lloj lëvizje të dështojë mund të jetë më i madh se sa ai i vitit 91-92 për shkak të rrethanave politike ndërkombëtare, pra nuk ishte recet për të mbajtur pushtetin në termat që donte Ramiz Alia. Por sot gjykimi është akoma edhe më radikal. Nëse në vitin 91-92 një pjesë e mirë e klasës politike kishte një farë legitimiteti, për shkak edhe të natyrës që kishte shteti aso kohe, shteti ishte pronari kishte monopolin e mjeteve të punës dhe të prodhimit, dhe natyrisht i shpërndarjes së gjitha të mirave materiale. Dhe sado që shoqëria aso kohe ishte e varfëruar me tjerë, kishte prapë një segment i cili ishte besnik jo fort i partisë sa i privilegjeve të cilat kishte. Sot jemi në një dimension tjetër për shkak sepse edhe këto privilegje që mund të ketë një pjesë e shoqërisë
që është e lidhur me partinë pushtet sidomos, ose janë të ndërkëmbyshme, ose ka alternativë në sektorin privat. Pra legitimiteti është akoma dhe më i dobët i klasës politike, ose sa që ka qenë atëre. Pra dhe forma e gjykimit. Jam i bindur që kjo vlen edhe si parametër gjykimi edhe për një pjesë të atyre që sot votojnë Partinë Socialiste, që mund ta votojnë edhe më vonë, por parametri i gjykimit nuk i ka shpëtuar. Klejt, folët për rreziqe dështimi. Cilat mund të jenë rreziqet që lëvizje të tilla duhet që të kenë kujdes, sepse mund të shkojnë në pikën që... Zakonisht mund ta... A shikon, sepse ajo është vendosja për në aeroportin e Rinasit, sikur i ka dhënë... Çfarë do lloj lëvizje vullnetare bazohet mbi një ndjesi personale, pjesëmarrje, e cila kërkon një horizont realizimi. Me një strukturë burokratike, horizonti i realizimit zhduket, në kuptimin që një strukturë burokratike të ofron një gjatësinë e strukturës dhe kufit mbi cilat struktura shtrihet, shteti, institucionet e kështu me radhë. Një lëvizje me natyrë shoqërore e kërkon objektivin dhe e kërkon ta realizojë. Sa më shpejt jetë e mundur, me sa më pak kosto ose më saktë duke bartur një kuptim simbolik shumë të fortë. Me kalimin e kohës ky kuptim simbolik fillon edhe mund edhe të bjerret. Intensiteti i protestës mund të bjerret dhe protesta edhe mund shuhet. Pra rreziku është që me kalimin e kohës, lëvizjet sociale kanë rrezikun që o mund shuhen vetë ose mund burokratizohen. Në momentin që burokratizohen, atëre ekuivalenca ose barazie... Burokratizim, çfarë do të thuash me burokratizim këtë? Leadership. Kokë. Leadership, strukturë. Në këtë moment, kjo... Transformim, kokë, leadership, strukturë, projektimi për të kthyer në parti politike. Dhe kjo po thua është rrezik që... Rreziku që rrugës lëvizja të humbi një pjesë të njerëzve për shkak sepse një strukturë politike ose një lloj burokratizimi i strukturës ofron limite në kuptimin e pozicioneve që mund të zgjiren dhe më pas e mënyrës se si mund të zgjidhen njerëzit. Pra, sot kjo është një strukturë horizontale, është demokratike pasi bazohet vetëm në pjesëmarrjen, pra potencialisht gjithë njerëzit që marrin pjesë aty, marrin pjesë me vullnetin e tyre dhe janë të barabartë me njëri tjetrin. Momenti që lëvizja mund burokratizohet, mund të ruaj një farë vijushmërie në kohë dhe mund të përkthehet një parti politike, po mund të humbi intensitetin edhe ato që mund të quhet pastërtia, po jo se humb këtë në kuptimin e qëllimit që ajo ka, po humb këtë në kuptimin e strukturës që ajo krijon. Pra, mund të fitosh strukturën, mund të fitosh vijimsinë në kohë, po humb shpirtin original të protestës. Unë jam humb shpirtin original për cilin është kriju lëvizja. Dhe ky është një te shumë i hollë, dhe për këtë arsye se tush mënyra se si e shef maxhoranca është ajo e kohës, pra maxhoranca flet për kohë, flet për mban mend të protestat e opozitës. Mënyrën se si analizonin sidomos ato televizione që kanë rreshtu rreth maxhorancës. Shifeshe pjesëmarrja, shifeshe koha kur thirreshe protesta, shifeshe koha në kuptimin e orës, shifeshin kushtet atmosferike. Pra analizoheshin të gjitha këto komponentë të cilët më pas mundet edhe të mos e realizonin qëllimin e protestës. Pse? Sepse natyrisht që një pjesëmarrje kaq e madhe, me kaq ditë, me kaq shtrime në kohë, pritet që njerëzit se tush të përballen me probleme
me probleme reale. Pse kemi kriju shtetin? Që po kaloj pak në rrafshin më teorik. Shtetin e kemi kriju që një pjesë të aksioneve cilat i bën shteti, të mos i bëjmë ne. Ekonomi është një lloj ekonomie ndarje pune. Pra unë nuk mundet që të punoj edhe tokën, të merrem edhe me sigurinë, edhe të rris fëmijët, edhe pra të bëj një seri veprimesh, të cilat për mua mund të jenë të natyrshme në kuadrin e emergjencës, por janë të panatyrshme në kuadrin e zgjatjes në kohë. Dhe prandaj po them që në shteti, maxhoranca le të themi, ka një lloj avantazhi të strukturës burokratike të gjitha instrumentave shtetit të cilat vijojnë pavarësisht ngjarjeve. Dhe pret kampionatin botror, verën, për të paç mobilizimin e vazhdueshëm. Por problemi i madh i kësaj proteste është nëse nuk adresohet, është memoria e angazhimit politik. Pra nëse këta njerëz sot dalin, kanë qenë po ato njerëz deri dje, rrinin kafe, thonin është e pamundur të protestosh, të paktën ka një hartë mendore. Dhe kjo harta mendore ka bërë të mundur që këtë lloj proteste ta ripërsërisin prapë. T'jeni të bindur që kjo protestë të paktën dhe sekur 300 aktivistë, 300 njerëz që e dinë se si mund të organizohet protesta, të mbjetojnë, të mbesin. Ajo do të jetë si kujtesë. Sepse sot ju e shihni protestën si një lloj ngjarje të jashtëzakonshme. Nuk është aq e jashtëzakonshme ngjarja. Në Shqipëri ka të paktën që nga viti flasim 2013 që kemi ngjarje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme në kuptimin e protestave. Të jashtëzakonshme si armët kimike, të zakonshme si të gjitha ato ngjarje që pararendën dhe pasuan lëvizjen për universitetin. Që ka qenë një palestër fantastike për aktivizimin dhe formimin e aktivistëve. Protestat e Kliqeni, protestat për ligjin kundër arsimit lartë, protestat studentore 2018-ës. Të gjitha aktivitetet me sfond, nuk e di, në kuadrin e drejtave të njerëzit, në kuadrin e mbrojtjes së zonave të fshatarëve të Gjoçajt, të heceve, të vjosës. Pra janë të gjitha pjesë e një rrjeti, i cili në një moment ka arrit që të angazhoj dhe njerëz tjerë. Një pjesë e mirë atyre protestuesve që ti shef që janë më të organizumit. Dhe flas për ato që marrin flamengot në duar. Ato që kanë pas të gjitha banerat, jo sepse kjo ka një moment sarkazmi shumë të fortë, për humori protestës, mund të jetë temë studimore. Të gjitha ato që mbajnë kanë qenë pankarte që kanë pas mesazhe të forta, jo politike në kuptimin e sulmit ndaj Ramës ose Berishës, por ato që kanë pas mesazhe të qarta. Mbrojtja e natyrës, flamenkot e tjerë, janë pjesë e këtij repertori i cili është ngjizur nëpërmjet këtij lloji aktivizmi politike dhe shoqëror që ne e kemi pasur. Ne flasim sot për ato që quhen profesionistët e protestave, të cilët i ke parë në çdo protestë. Në fakt, ato nuk janë profesionistë protestash, sepse këtu nuk e njeh njëri këtë pjesën e aspektit të organizimit. E njohin ata që organizojnë, janë ato që quhen koalicione. Pra, organizata të ndryshme organizojnë, ofrojnë një platformë nëpërmjet cilës të ndërtojnë koalicione. Pra, nëse ti sot ke fjala vjen ambientalistët, do kesh dhe njerëzit që janë marrë me teatrin, dhe tek teatri do kesh njerëzit që merren me ambientin. Pra shoqëria shqiptare ka arrit në një pikë që janë diferencuar shumë interesat, janë pluralizuar shumë interesat nga tabula rasa që kemi pas periudhës komunizmit, dhe këto interesa tashmë dalin edhe shpërfaqen dhe mundet të koagulojnë në këtë gjën që shohim këtu. Klejt, ndërkohë regjia atë reagimin e Ramës se do doja shumë ta diskutoja me profesorin Klejt Klliçi. Klejt, Rama ka patur një reagim për sa i përket protestës, ka folur që Partia Socialiste do t'i akomodoj disa kërkesa legjitime të asaj pjesës së çiltër të protestave dhe ju garantoj që paka shumë kur shpërndahet mjegulla do t'i zhgënjejë rënd të gjithë kundërshtarët e saj. Kam patur miq gazetarë të ftuar në emision, të cilët këtë e kanë lexuar
edhe si një kërkes apo si një dorëzim i Ramës përballë këtij presioni, jo në atë kapitullimin, le të themi, po një përpjekje të Ramës për t'i dëgjuar. Redi, sot e dje dhe pardje janë diskutuar, u diskutuar çështja e shkuarjes së protestuesve në aeroportin e Tiranës. Ka pas fjalë për të bërë një marshim në Surrel pranë shtëpisë kryeministit, ka fjalë që qarkullojnë. Po, ka. Këto janë të gjitha skena që ne i kemi parë gjatë revoltës së Euromaidanit në Ukrainë, ku presidentin mos gaboj Janukovic, po. Shkërkoi azil politik në Rusi dhe ka një disa pamje televizive në një prej daçave në shtëpinë e tij ku protestuesit shkojnë, futen jo brenda në shtëpi, po futen në gardin në oborrin e shtëpisë dhe fillojnë luajnë me drerët apo me kafshët egzotike që kishte në obor. Ai ka qenë simboli deri diku i luftës kundër oligarkisë. Tashmë pse ta bëra këtë premisën? Sepse në Shqipëri sot që jemi, dhe kjo është një karakteristikë që Shqipëria ka pas të paktën me rënien e komunizmit, se thosh reagimi i shtetit, reagimi legjitim i shtetit, monopoli i dhunës dhe i forcës ndaj një objektivi civil, ka kosto të jashtëzakonshme. Këto kosto të jashtëzakonshme vijnë edhe nga mungesa e legjitimitetit që ka klasa politike sot. Dhe Rama do ta ketë të pamundur që këtë lloj proteste ta kufizoj apo ta rrëzoj nëpërmjet përdorimit të dhunës. Dhuna është diçka që përjashtohet totalisht. Jo, do ta fuqizojë edhe më shumë protestën. Do ta fuqizonte akoma dhe më shumë. Do të jepte legitimitet. Rruga tjetër që ka është që të arrijë një moment negocimi. Negocimi do t'i duheshe në momentin që flasim për të blerë kohë. Sepse ato skenat e Ukrainës, famshme të Euromaidanit, ndofta jo në termat e Ukrainës, sepse atje ka pas dhe elemente të tjerë, mund të përsëriten edhe në Shqipëri. Përderisa paralelizmi bëhet me revolucionet portokalli, implikojnë edhe rrëzime gjysmë, nuk po them të dhunshme, po përzënje. Përzënje të natyrës simbolike, futja nëpër institucione etj. Për protesta e ka këtë lloj, mund ta ketë këtë lloj horizonti. Rase vazhdon dhe ka intensitet. Pse? Sepse do duhet që të gjejë një zgjidhje. Sa më vonë shtyhet zgjidhja dhe kërkesat janë më së legjitime, të paktën kërkesat që kanë të bëjnë me zvërnecën dhe me ligjin e investitorëve strategjik, mos harro dhe diçka, jeta në Shqipëri nuk po bëhet më e vështirë, po bëhet po shndërruar në një Shqipëri apo shndërrohet në një hapësirë gardhimit vazhdueshëm, ku qytetarët shqiptar jo vetëm që duhet paguajnë ato autostradat e Florinta dhe pagesat në autostradë, por duhet paguajnë edhe në hapësira të cilat nuk e posedojnë më. Dakor, po të shkojmë aty ku ishim tek. Dhe të shkojmë aty ku ishim. Pra, i duhet që ta akomodojnë në mënyrë që t'i blej kohë për veten e vet, sepse ka dhe diçka tjetër që asnjë nuk po e adreson dot sot, ose nuk e kupton, ose kanë kuptuar dhe nuk e kanë adresuar dot, ose kanë adresuar në mënyrë shumë barbare. Sot që flasim, pjesa më e madhe e të rinjve nga mosha 18, 20 deri afër 28, 29 deri afër 30-tave janë të palidhur me partitë politike, nuk kanë gjetë kanal. Ky është një fenomen që nuk është vetëm në Shqipëri, por është në vende të tjera. Paradoksalisht janë njerëz që mobilizohen nëpër kauza, shih lëvizje për Palestinë etj, sepse flasim për një gjeneratë e cila sot është shumë e ngjashme me gjeneratat si motra i kanë përdorin të njëjtat kode. Kanë të njëjtat konsume dhe banalitetin e mos angazhimit politik e kanë të njëjtë, si në Shqipëri, si në Francë. Dhe impenjimin politik për kauza madhore mund ta kenë të njëjtë, si në Shqipëri, si në Francë, pra pro Palestina. Ka gjetë mbështetës këtu, jo për shkak të arsyeve fetare apo kulturore, se ato kanë qenë gjithmonë, por ka gjetë sepse është e njëjta frazë mobilizimi e cila mobilizon
njerëz të njëjtës Gjeneratës, po. Gjeneratën të njëjtës moshe, e cila flet me të njëjtat kode. Dhe këtë gjenerat politika, si thosh partitë politike shqiptare nuk e kanë kap. E ka pas më të lehtë për ta kap pushteti, sepse ka instrumentat. Ka përkthimin e resurseve administrative në punë. Po, dakor. Po nuk e ka kapur. Problemi është që nuk ka besnikërinë. Rama nuk ka besnikërinë e gjithë të aparati që ka ndërtu nëpërmjet përdorimit masiv, nuk po flas vetëm për zgjedhjeve, po vetëm të resurseve administrative që ka. Pra i ka ble shpirtin, i ka ble, se thosh, shërbimin, i ka ble dhe votën, po jo shpirtin. Po nuk i ka ble shpirtin. Për të kthyer këtu Klejt? Për të kthyer këtu, ideja ime është që do t'i blej kohë vetes. Okay. Edhe sikur, po ta them edhe sikur ta abrogoj ligjin për investitor strategjik, po. Edhe sikur të mos bëhet zvërneci, është blerja e kohës vetes. Po nëse shpas zgjedhjet parakoshme Klejt, jep dorëheqjen shpas zgjedhjet. Dhe sikur shpas zgjedhjet parakoshme, dhe po i fitoj zgjedhjet jashtëzakonshme, ti jesh i bindur që kjo është një frakturë e cila nuk ka për tu, nuk ka për tu sanuar, nuk ka për tu shëruar. Dhe Rama dhe e gjithë Partia Socialiste do vuj traumën e kësaj proteste, frakture, të cilën u duk sikur e te i kaloj me proteste në studentëve, po këto janë gjëra që akumulohen. Njëherë që njerëzit e mësuan se si do reagojnë, dhe njëherë që Rama nuk u identifikon kohën e krizës studentëve si armiku kryesor i studentëve. Jo, e vërtet. Dhe përkundrazi ishte ai që tentoi të bënte studentët armiq. Këtë momentin e komunikimit që ka, sepse po dëgjojnë për shumë studio televizive që thotë ka humb betejën e komunikimit. Betejën e komunikimit e ka pas të humbe gjithmonë. Por duke pas një elektorat shumë besnik, ose cilin e ka ushqyer edhe me urrëtie ndaj tjetrit, që sot besoj që nuk e ka më, sot e gjithë ligjërimi i Ramës që është po i njëjti. Po anatemim, po përçmim, po tallje. Por sot ai lloj përçmimi dhe tallje nuk gjen më edhe në terrenin apo në ambientet e Partisë Socialiste nuk gjen më atë eko dhe atë se thosh pranueshmëri që ka pas vite përpara. Po ta shohësh mitingjet që bën Rama, pavarësisht talljeve të tjerë, nuk shkaktojnë aq hilaritet dhe për më tepër nuk mbështeten as nga një pjesë analizëve të studieve në Shqipëri. Kjo është një frakturë e pashërueshme, the? Unë besoj që të paktën për Ramën dhe për edhe për Partinë Demokratike në një mënyrë tjetër, është më e pashërueshme, por Partia Demokratike mund të rujë të njëjtin elektorat që ka, po Partia Socialiste ka përshtypjen që nuk do të ketë më atë elektorat që ka dhe mund të humbasë pushtetin. Klejt, e fundit, Neo Malsoria. Atëre, shumë interesante kjo pyetje, unë deri diku mund të them që e kam marrë vesh pak para se të ndodhte disa minuta përpara. Është më mirë vonë se kurrë. Është një shprehje. Më mirë vonë se kurrë, është një shprehje. Si e lexon si Atëre, Partia Socialiste në të paktën po të bëjmë pak histori, në zgjedhjet e kaluara me dy regjistra. Në maj të këtij regjistri ka qenë dominuesi Edi Rama që bënte çfarë donte qefi me partinë. Duke dashur të shplaj surratin Partisë Socialiste, u mundua të bëj makiazhin me këto njerëz të 20 ca vjeçar, të rinj, të pa përfolur, fenomene shpesh sociale në shembuj pozitiv, shoqëror e kështu me radhë, për të mbuluar gjithë atë kalbjen e grehinës socialiste brenda për brenda. Me sa duket edhe në një pjesë të mirë të rasteve, edhe duke pas pranueshmërinë e subjekteve që u bën pjesë e kësaj loje, jo fort me idenë për ta ndryshuar, po me fort me idenë për të qenë pjesë dhe më tepër për të treguar nëpërmjet pjesëmarrjes në politikë për të treguar në mënyrë se sa vlenin. Pra shumë njerëz janë fut në Partinë Socialiste si prurje të reja, më tepër e kanë pasur një lloj vlerësimi të karrierës dhe të vetes se sa si një lloj kontributi që mund të jepnin Partinë Socialiste. Në një farë mënyrë duke edhe justifikuar të gjithë problemet që ka pas Partia Socialiste përmendën. Krahun tjetër ke njerëzit e Partisë Socialiste që nuk e kanë kundërshtuar kurrë. Dhe sot janë kundër. Por për çfarë janë kundër? Janë kundër sepse sipas tyre, sipas një pjese, Neo Malsoria i pas ka zënë vendin
të cilin ata një pjesë e këtyre njerëzve të pakënaqur mund ta kishin i thonë jep dorëheqin nga mandati. Prit. Mund ta kishin zënë me shumë dashuri për të bërë çfarë? Për të bërë lëpirjen e radhës dhe për të mbështet pozitën e kryeministit. Ky është kontributi politik që kërkohet, pra mandati i deputetit vlen për të mbështet në mënyrë të pa, jo të pa morale, po pa pas një lloj reference ose pas një lloj rezerve kryeministrin e vendit, kjo që ka vlerë e mandatit. Dhe unë prandaj them që është një akt politik e rëndësishëm. Në raport me protestën si e lexon këtë akt, sepse ka bërë dhe një status tjetër me Flamingo. Unë them që në rastin konkret besoj që është një lloj përballje, sikurse ato protestuesit që janë aty, është një përballje, po ato më pak, është një përballje me aktivitetin e moralin tënd politik. Mos harrosh, edhe unë e them që një pjesë e protestuesve janë pjesë e kësaj katrahure të madhe që jemi sot. Pra mund të kenë pranu, sikurse shumë njerëz, pazare të vogla, të cilat në rrafshin personal mund të kenë dhënë rezultat, por në rrafshin kolektiv kanë bërë një dëm shumë të madh. A mund të pasohet nga tjera klejt kjo se ta mbyllim? Unë shpresoj që të pasohet nga njerëz të tjerë, të cilët të mundohen të shpëtojnë veten e tyre, ato çka mund të shpëtohet, sepse nuk janë pa mëkat. Paradoksi është që të paktën kjo e Mariana Koçekut është një akt shumë më i ndershëm politik se sa që janë qurravitjet e Elisa Spiropalit apo denoncimet idioteske të Erion Braçës, brimave të Tiranës, pa emra, pa fajtor, thjesht si një Instagramer, bloger, i cili ka të tillë, ka të ndryshëm, ca publikojnë luksin, ca publikojnë varfrinë e një vendi. Po në fund fare nuk jep asnjë lloj rezultati.